Kjo aktivitet organizohet nga Tim Tebow Foundation, pra fondacioni i një futbollisti shumë të njohur amerikan, që quhet Tim Tebow, i cili vendosi të investonte gjithë jetën e tij në drejtim të fëmijëve me aftësi ndryshe. Është një event botëror që organizohet në 51 shtete të Shteteve të Bashkuara dhe 67 shtete të ndryshme të botës. Në Shqipëri ky event po ndodh tani në 2 vende, në Tiranë edhe në Maliq. Pse Maliq? Sepse ne jemi këtu edhe duam që të kemi të mirën e qytetit tonë. Dhe jo vetëm kaq, po duam që këta fëmijë të ecin dhe të përparojnë, të vendosin dinjitetin e fëmijës atje ku i takon. Njeriu lind me dinjitet. Dinjiteti nuk krijohet. Sa pjesëtar marrin pjesë, sa antar kemi në këtë aktiviteti dhe ata nevojë të ka persona për të bërë profesionale. Në ky event që ne po organizojmë sot, do të marrin pjesë 300 të ftuar që janë prindrit edhe fëmijët me aftësi ndryshe, afërsisht 150 vullnetar, personazhe të ndryshëm të jetës publike, të cilët do t'japin mesazhin e tyre për të ndërgjegjësuar dhe advokuar në interes të fëmijëve me aftësi ndryshe. Eventi nuk konsiston vetëm në një mbrëmje, nuk është vetëm një natë për të shkëlqyer, po eventi konsiston në ngritjen e ndërgjegjes të çdo njeriu për t'i parë ata njerëz se vlejnë dhe janë njerëz me dinjitet për të jetuar. Këto fëmijë, a duhet të kenë më shumë për kujdesje? E këtë për kujdesje institucione të specializuar për të dhënë ndihmën e duhur këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuar. Po, ne kemi parë sot që të gjithë fëmijët janë shumë të gëzuar dhe të lumtur që po ndihen të veçantë. Dhe mendoj që familja e tyre është mbështetja e parë dhe kryesore për rritjen, edukimin, për çdo gjë që këta fëmijë kanë nevojë, por më e rëndësishme për ta do të jetë që të kenë një mbështetje edhe nga organizata të tjera, nga shteti, nga të gjithë ata që mbështesin personat me aftësi të veçanta dhe ndryshe. Ne kemi parë sot që ata janë një lloj si ne, me zemër edhe shpirt të pastër, por vetëm disa gjëra që i bëjnë të veçantë në fizikun e tyre nuk do të thotë që nuk mund të jenë si gjithë të tjerët, që të jenë të punësuar, të jenë të dashur, të shprehin çdo talente dhe dëshirë që ata kanë. Pra duhet një mbështetje akoma më e madhe për familjet, për prindrit, për kujdestarët dhe për të gjithë ata që kujdesen për ta. Mendoj që duhet jenë në bashkëpunim të gjithë, marrëdhënia prind, fëmijë, shteti, organizata, fondacione të ndryshme, nga të gjithë. Të gjithë së bashku mund të bëjmë më të mirën për këta persona. Fantasia e shprehuar, asnjë gjë nuk i zbuti për një çast. Bota ndalon në vijat e dorëzime, gati të caktoj, në vijat